Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis cinnamon rolls me sheqer kaf dhe kanell. Atëherë, për brumin kam 450 gram i kam miell, 50 gram i kam sheqer, 8 gram i kam maja, 4 gram i kam krip, 180 ml e kam qumësht, është pak i vakët, 2 kokra vezë të mëdha dhe 60 gram i kam gjalp, e kam në temperaturë ambienti të butë. Për mbushjen brënda kam 115 gram gjalp, po në temperaturë ambienti të butë, 150 gram i kam sheqer kaf, 15 gram i kam kanell pluhur. Dhe për pjesën e kremit që do t'i vendosim sipër, unë kam përdorur 200 gram Philadelphia, 70 gram sheqer pluhur dhe 1 filxhan kafe kam përdorur qumësht. Si fillim tham, qumshti do jetë i vakët. Të qumshti do shtojmë sheqerin dhe majan dhe do t'i lëmë për 5 minuta sa të shikojmë që të aktivizohet majaja. Do bëjmë një të trazuar dhe do t'a lëmë për 5 minuta, mund t'a mbuloni ose t'a vendosni në një vend të ngrohtë për 5 minuta sa t'a shikojmë që maja jetë aktivizuar. Atëherë kam lënë majan të rri për 5 minuta tek qumshi me sheqer, po ta shikoni është aktivizuar. E kemi gati dhe do fillojmë të bëjmë brumin. Do shtojmë mielin në mikser, në qoftë se nuk keni një mikser, atëherë pa merak mund ta bëni brumin me dorë. Nuk është nevoja që me sezon të keni një mikser. Do filloni si fillim ta punoni brumin me një pirun. Do shtoj kripën, vezët dhe gjalpin. Kemi thënë në temperaturë ambienti, gjalpin në temperaturë ambienti. Do ta bëm mikserin në punë derisa të shikojmë që brumi të jetë gati. Atëherë kam punuar brumin në mikser për disa minuta. Do ta nxjerrim nga ena. Me një spatull do ndihmohem, ose edhe me dorë, nuk ka problem. Edhe me dorë mund të ndihmojeni edhe ta nxjerrni nga ena, ose thash në qoftë se nuk keni mikser dhe do ta punoni me dorë, atëherë me dorë do ta nxjerrim nga ena që nga tasi që ne do ta punojmë, po themi. Tek tasi që unë do shtoj brumin kam shtuar pak miell, që do ta lëm brumin më saktë që të vi. Atëherë e nxjerr brumin nga ena që është punuar. Thash po e shtoj në një tas që unë kam shtuar pak miell dhe në këtë mënyrë do ta lëm brumin që të vi. Atëherë do ta mbuloj dhe do ta lëm në një ambient të ngrohtë, në një vend të ngrohtë, ndoshta brenda furrës ose nëse shtëpia është e ngrohtë, mund ta lini në ambient, e shikoni vetë, thjesht do në një ambient të ngrohtë që brumi të fillojë dhe të vi. Do ta lëm që të vi për 1 orë. E kam lënë brumin të vi për 1 orë. Do ta kthej tek unë do ta hap sipër drasës së kuzhinës, por mund ta hapni në një mushama ku të dëshironi juve. Në tavolin në një pjesë që juve hapni gjithmonë, po themi, petët ose çdo lloj brumi që ju përdorni në shtëpinë tuaj. Do ta heqim nga tasi që e kemi lënë të vi. Nuk do që ta punoj shumë me dorë. As miell nuk është se do t'i shtojmë shumë, është më mirë kur lëjmë pecin dhe ndihmojmë që ta hapet avash avash. Pecin nuk e kam përdorur të holl për pet, përdorim pecin që është pak më i trashë, është goxha më i trashë më saktë. Ne kështu ndihmojmë petin që ta hapet, nuk është se duam të bëjmë një pet shumë të holl, dori goxha e trashë. Pasi kam hapur brumin në formën që unë dëshiroj, me spatull do ndihmojmë dhe do shtoj gjalpin sipër brumit
dhe do ta hap në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë brumin. Në këtë mënyrë, avash avash, duke ndihmuar me spatull që të hapet gjithandej. Kam hapur gjalpin sipër brumit. Tek sheqeri kap do shtoj kanellën. Do ta përzij mirë që të vej gjithandej. Dhe do t'ja shtoj sipër brumit. Kam shtuar sheqerin me kanellën dhe avash avash do filloj dhe do mbledh brumin. Po themi ta bëjmë role. Në qoftë se nuk doni që të shtoni kaq shumë gjalp te pjesa e mbushjes se keni në dorën tuaj, mund të shtoni sa të dëshironi juve. Gjithashtu edhe për sheqerin dhe për kanellën vlen e njëjta gjë. Mund të shtoni sasinë që juve keni dëshirë, në qoftë se nuk doni që ta bëni shumë të ëmbël, po themi, apo si me gjalpin me shumë yndyrë. Mund t'i shtoni më pak. Sheqeri ndihmon goxha mirë që të karamelizohet dhe i jep një super shije kur piqet. Do t'i ndajmë në pjesët që neve duam, në sa sasi duam neve që ta ndajmë. Edhe fare të vogla nuk do t'i bëni. Mund të t'i masni, po themi, me një vizore, në qoftë se doni që t'i bëni të gjitha njësoj dhe të barabarta, ose thjesht me gisht. Mund të vendosni 2 ose 3 gishta, varet sa të trasha i doni ju dhe i bëni të gjitha pjesët njësoj, po themi. Në këtë mënyrë. Do marr tavën që do pjek cinnamon rollsat. Tavën e kam blerë me shumë pak gjalp, jo shumë, dhe do vendosim brumin që ne kemi përgatitur në këtë mënyrë. Por do lëm edhe pak vend sepse dhe do fryen. Ti lëm vend që të fryen, mos t'i pengojmë, që t'i vëmë shumë ngjitur me njëra tjetrën. Brumin e kam prerë, e kam gati, e kam vendosur në tavë, e shtypim pak nga sipër, nuk e lëm që të rri shumë sipër. Do ta lëm të vi në një ambient të ngrohtë, mbulojeni me një pecet kuzhine dhe do ta lëm të rri për 45 minuta, sepse duhet të vi edhe një herë përpara se ta pjekim. Cinnamon rollsat janë pjekur, i kam lënë të ftohen plotësisht, sepse nuk duhet të jenë të ngrohta kur t'i shtojmë sipër kremin. Do ta punojmë pak kremin që të bëhet kremos dhe do t'ja shtojmë sipër. Kremin e kam rrahur, e kam gati dhe do fillojmë dhe do t'i shtojmë sipër cinnamon rollsave, do t'i shtojmë kremin. Në qoftë se keni dëshirë ta bëni me më shumë krem, mund të dyfishoni sasinë, por them se mjafton. Cinnamon rollsat janë gati, kam përfunduar, dalin me të vërtet super të buta dhe shumë të shijshme. Provojni se kam për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëftë mirë, miq të dashur.